Së dyti, mafja ushqime, unë e përgëzoj zotin Arenzi për diskutimin që bëri. Është mafja të mërshme. Mafja e pas sigurisë së plot. Por po kaq sa mafja ushqime është mafja i ilaçeve. Këto të dyja janë mafjet më të pamëshirë. Dhe kanë kontrollin e qeverisë. Janë mafje qeveritar të lidhura me qeverinë. Kanë mbrojtjen e qeverisë. Akti parë, çfarë një ndryshim të vogël. Ne vendosëm një ligj që asnjë ilaç nuk mund të shitej në territorin e Shqipërisë që nuk tregtohej në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Po pse e bëm këtë? E bëm këtë për shkak të laboratoreve tona që nuk janë në atë shkallë sa të na japin gjithnjë garancinë e duhur se ky ilaç është efektive, nuk ka efekte anësore të tjera, nuk ka efekte toksike të tjera. Pra morëm këtë garanci. Sigurisht ilaçet mund të kushtonin pak më shumë, po mirë ilaça ma. Dhe në atë kohë, këtu parashutuan të gjitha kompanitë e mëdha të prodhimit ilaçeve. Dhe ilaçet u garantuan si cilësi. Akti i parë, një nga ligjet e para me normërsimin e Vil Manushit, ky ligj është amenduar. Sepse ajo ishte përfaqësuese profarmës serbe. Unë nuk them se profarma serbe nuk ka cilësi, po s'ka kur cilësin e profarmës së Britanisë Madhe, apo profarmës së vendeve të zhvilluara. Pastaj u fut profarma Doshi, dhe 2 profarmat, profarma Nushi dhe profarma Doshi, që fitojnë mira qendra, që të gjitha në drejtimin e Edi Rams, janë mafja më rrezikshme e ilaçeve në Shqipëri. Është mafja e ilaçeve. Nuk merr vesh se çfarë shesin, se çfarë bëjnë. Se si heqin etiketa, se si vënë etiketa. Sigurisht që këtu jemi mbledhur ne edhe për një front, po jemi përmbledhur për caktu objektiva. Çfarë do bëjmë? Ka një rrugë. Qëndrimi ynë do ketë pa diskutim. Do jetë multidimensional, por kjo qeveri pa protest nuk gëzohet. Do ta kemi shumë të qartë. Vetëm protesta e qytetarëve, protesta e qëndrueshme e vazhdueshme e qytetarëve është ajo që do largojë këtë qeveri. Është ky bulevard që do largojë këtë qeveri. Prandaj ne duhet mendojmë së pari këtë zgjidhje. Së dyti, e theksoj dhe njëherë, krijimi i qeverisë teknike për zgjedhjet e lira është kushti i gjitha kushteve. E keni shumë drejt që shtoni çështje kontratave, çështje programeve, janë të domosdoshme, por ato kanë një kusht të zhvillohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Se çfarë do kontrate që të bëjmë, gjithçka që të paraqesim, në qoftë se del padrinoja Ramaduro dhe jep 2 miliardë euro, fal 2 miliardë euro gjoba dhe kamata, zgjedhje nuk ka. 2 ditë para zgjedhjeve, zgjedhje nuk ka më. Zgjedhjet që aty shtrohen në fars. Ndaj dhe angazhimi në vlerësimin tim i të gjitha atyre që kërkojnë ndryshimin duhet të jetë një front i përbashkët përballje në protestat fuqishme kundër kësaj qeverie dhe absolutisht për një qeverisje të standardeve që meriton shoqëria shqiptare dhe Shqipëria, është e domosdoshme një program që u jep përgjigje të gjitha problemeve të mëdha, është një ristrukturim i opozitës dhe shumë faktorë të tjerë. Por ama beteja, koha është shumë urgjente.
Çdo ditë që Edi Rama arrin në pushtet, forcon pushtetin e tij. Ju e pat. Dje dërgoj nuk kishte tallje më të madhe, cinizëm më të madh për banorët e Novosels se të dërgosh Lubi Ballukun për të qajt hallin e përmbytjes tyre. Prandaj koha thret të mobilizohemi dhe të dalim me një platformë të përbashkët për largimin e kësaj qeverie. E thatë shumë e drejtë, kjo është kohë sakrifice, dhe vetëm sakrifice. Kemi sakrifikuar kur dolem nga diktatura, duhet sakrifikojmë tani të dalim nga diktatura. Pa sakrificë nuk dalim. Jo. Ne duhet vendosim të sakrifikojmë në protestë vazhdueshme, në protestë të qëndrueshme, në përballje me një regjim të kalbur. Sot e vërteta është që Edi Rama dhe rilinja e tij janë në vdekje klinike. Mbajmë gjallë, i mbajmë ne që nuk dalim, përndryshe ato s'jetojnë dot. Faleminderit ju. Po, vazhdojmë te Liçaj, sot